Kërkesa e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku vijon të mbetet pa një vendim nga ligjvënësit, në një kohë kur kuvendi ndodhet ende në pushimet e dimrit. Punimet parlamentare pritet të rifillojnë në 19 janar, por opozita kërkon që shqyrtimi i dosjes Balluku të mos shtyhet më tej. Partia Demokratike ka depozituar një shkresë zyrtare ku gjysma e anëtarëve të Këshillit të Rregullores së Mandateve dhe Imunitetit kërkojnë që më 6 janar të zhvillohet një mbledhje e re. Sipas kërkesës, në tryezë duhet të ulen 3 prokurorët e SPAK-ut, avokati i mbrojtjes Ballukut dhe 10 deputet antar të Këshillit për të vijuar shqyrtimin e çështjes. Opozita argumenton se bazuar në provat e paraqitura nga SPAK, zvarritja e procesit rrezikon intimidimin e dëshmitarëve dhe prishjen e provave. Demokratët kërkojnë që Këshilli të dalë sa më shpejt me një raport në mënyrë që seanca plenare të vendosë nëse zëvendës kryeministri ndodhet ose jo në kushtet e heqjes së imunitetit. Nga ana tjetër, majoranca socialiste ka mbajtur qëndrim se kuvendi duhet të presë më parë vendimin e gjykatës kushtetuese për masën e pezullimit nga detyra qeveritare të Belinda Ballukut. Vetëm pas këtij vendimi, sipas socialistëve, mund të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për arshpërsimin e masave ndaj saj. Në përgjigjen e dërguar opozitës me 24 dhjetor, thuhet se avokati i Ballukut ka kërkuar 3 javë kohë për përgatitjen e mbrojtjes ligjore, ndërsa për aq kohë palët nuk janë pajisur me kohën e nevojshme, nuk plotësohen kushtet procedurale për caktimin e një date të rembledhjeje. Gjykata kushtetuese pritet të nisë në 22 janar shqyrtimin e ankimimit të kryeministrit lidhur me masën e sigurisë të pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut.